njerëzit janë në gjumë, kur vdesin zgjohen. Kjo është njëra nga porositë më përmbledhëse gjithë pejgamberëve. Në fakt, nëpërmjet kësaj thënie, mund të përmbledhim gjitha porositë e të gjithë pejgamberëve, paqja e Zotit qoftë mbi ta, në një thënie ose në një ide të thjeshtë. Zgjimin e njeriut nga pakujdesia, neglizhenca, një farë dehje, një farë kotësie, një farë gjumi i thellë i jetës që mund të zëj. Zgjimi shpirtëror i njeriut është qëllimi gjitha mesazheve që Zoti i Madhreshëm ja zbriti ose ja dha njerëzimit. Dhash Zoti, gjatë tyre ditëve dhe netëve të bekora të muajit Ramazan, të na ngjallën sytë e zemrave tona, në mënyrë që të shohim gjërat rreth nesh ashtu siç janë, dhe të bëhen shpirtrat tonë të etur